Forumi Rinor Islam Dega Tetov në bashkëpunim me organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë realizojnë aktivitetin humanitar tani më tradicional shportën e Ramazanit. Nëpërmjet këtij aktiviteti, Forumi Rinor Islam tani më disa vite me radhë ndihmon skamnorët, jetimët, personat me nevojat e veçanta dhe familjet në gjendje të rënduar ekonomike dhe sociale. Nga Forumi Rinor Islam Dega Tetov theksuan se edhe këtë vit qytetarët e Tetovës janë treguar shumë human dhe solidar, ku kanë ndarë mjete për të siguruar pako me produkte ushqimore dhe higjienike për familjet në nevojë. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të gjendemi pranë njerëzve në nevojë gjatë këtij muaji të Ramazanit, duke u zbutur sadopak nevojën që kanë për mjete elementare gjatë muajit të Ramazanit, siç janë mjete apo materiale ushqimore për higjienike e kështu me radhë. Momentarisht tu kemi diku të 100 shporta, pako ushqimore dhe pako me mish apo mishpule për familjet në nevojë. Këto shporta janë vetëm për ditën e sotshme, do të thonë janë shpërndar edhe qendrat e tjera në ditët që kaluan dhe presim inshallah të shpërndahen edhe tjera në ditët e ardhshme që vijnë gjatë këtij muaji. Ky aktivitet përgati 2 dekada, vazhdimisht çdo Ramazan në qytetin e Tetovës nga Forumi Rinor Islam Dega Tetovës mbahet domethënë ky aktivitet duke filluar nga dita e parë Ramazanit deri ditën e fundit të Ramazanit, ku njerëzit, ato që dëshirojnë, që kanë mundësi, japin, blejnë një pako te market Ram Store, blejnë pako dhe dhurojnë për nevojtarët. Pakot ushqimore kanë filluar të shpërndahen tashmë deri tek familjet në nevojë. Ndryshe, shporta e Ramazanit është një aktivitet me karakter bamirësie, i cili realizohet çdo vit në muajin e shenjtë të Ramazanit në qytetin e Tetovës nga Forumi Rinor Islam Dega në Tetov. Për 2 dekada me radhë, FRI qëndroi pranë nevojtarëve dhe skamnorëve, duke ju siguruar elemente themelore ushqimore. Këtë vit, deri më tani janë shpërndar mbi 150 pako me artikuj ushqimor në disa rajone të ndryshme, duke filluar nga qyteti i Tetovës, Malësia e Tetovës dhe rajoni i Dërvenit. Ky aktivitet realizohet në bashkëpunim me organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë. Të gjithë ata që dëshirojnë të dhurojnë ndihmën e tyre mund ta dhurojnë atë tek tendat e FRI-s në marketet e Ram Store-it në Tetov.